Cila është gënjeshtra më e madhe që publiku beson për ty? Është një përshtypje që shumë vuj dhe jam person i vujtshëm as jam. Vesh kur krijoj hinë çat far frekuencë kryesisht, po kështu jam një krijesë tepër normale e qetë i buzëqeshëm dhe pozitive gjatë ditës. A ke menduar ndonjëherë se suksesi yt ka afat? Çdo ditë. Veç tam çohen jashtë një ditë dhe thonë ja s'vyn kë. Publiku të do më shumë për zërin apo për historitë që tregojnë këngët e tua? Mendoj që është e ndërtuar me ndër vite për të dyja, domethënë lidhen edhe ju dukna sikur një shok i mirë që i kupton edhe i thot sanet për ta që ata tutën me thonë ose me pranuese. Kjo shumë e vërtetë. Sa fort të përgjigja. Shumë, kjo ke me shkru si të Skënder shkruje. A vështirë me ungjit në maje apo me qëndru aty? Është me qëndru. Se kur ngjitesh dyqysh ngjitesh pak edhe se den rrugës që ai fort tu. Vëshësha që tash kjo me mbajt është. Mrive, po me mbajt është gjithë ai prishmëritën çati vesh kështran, edhe dosh ka pak me plotsu se son shashtrisësh, son tranosh. Këngët e Limanit, ma shumë përvoja personale apo histori të huazume? Është gënjeshtër kush do të thotë që mundet me shkru për historive dikuj tjetër nëse ka pak një aspekt nuk e ke përjetu në lkurën tane, kështu që normal që buron pej meje. A është ylli i njëjtë në jetën e vet sikur ylli në këngë? Jo më në jetën reale, ma pis. Cila ndjenjë të frymëzon më shumë, dhimbja apo lumturia? Mendoj që do të më bëj një farë balansi mes të dyjave, në sensin që kur dam reflekton shkruan, kur je i lumtën bën këngë më allegro, më tung s'kemi pa më kursyt. Po do të një balans mes dyjave. A ka ndonjë këngë që publiku e do shumë, por ti nuk e ndjen? Për shembull kur e kënaj najher, nuk dyqysh ma shumë prek që këtë tjertë po preken. Se dyqysh e këm ka përcy, është njana prej këngëve të mia të para që e këm shku kër i këm pas 17 vjetë dhe këm menu që kur dritë me sy mos këm e pa dhe para për shembull. E tash kur e kënaj, dyqysh e du mas shumë të pe këngëve të mia, po ma shumë e kënaj për njerëz. Unë nuk e përjetoj ma njëjtë, s'pë dish me thonë. A ki raste kur fama të është bo barë? Pse është barë? Dyqysh, barë është nëse ja bëm vetës tepër big deal, edhe jeton ton kohën çat far drite që jam i famshëm. Je njëri tani je i famshëm se çat do të